Sot jemi 2 prill. Është një ditë që mbart një dhimbje të madhe, por jemi mjaft krenar për 4 binana shkodran, të cilët u ngritën mbi çdo interes tjetër për të përballur me falangat e sigurimit shtetit dhe për t'i dhënë jehon gjithë popullit shqiptar dhe mbar botës se vendi jon kërkon liri dhe demokraci. Ndihemi trishtuar sepse idealit e dhjetorit 90 dhe të 2 prillit 1991 u varrosën nga tekzimet e Ramizalis që pushtuan gjithë politikën shqiptare. Është për të ardhur keq se si u uzurpua Partia Demokratike nga vetë komunistët dhe bijtë e tyre. Erdhën ngjarjet e vitit 90, të cilat ishin brillante për nga përmasat, por regjimi e thjesht ndryshoi formë, por jo përmbajtje. U ngritën djemtë të Shkodrës dhe Shkodra e tërë në një demonstratë madhështore. Por Ministria e Brendshme, Sigurimi i Shtetit, të drejtuara nga ministri i fundit i diktaturës Gramozruçi, vran 4 birnanash, të cilët edhe sot nuk prehen të qetë. I përjetshëm kujtimi juaj vëllezër. Do t'ju kujtojmë gjithmonë me dhimbje për mos realizimin e ëndrave dhe dëshirave, por me krenari që ju ngritët si vigan. Shpërfillët gjithçka, vrat frikën përmes guximit, dhat jetën për një liri, demokraci, për një si Shqipëri si gjithë Europa. Edhe sot që ju nuk jetoni fizikisht, asgjë s'është bërë. Kemi mbet aty ku na lat. Prandaj ne kokulur, duhet të ngrihemi, duhet përplasemi me çdo forcë që mundet të na ndalojë për të realizuar ato ëndra të bukura, për t'i kthyer dinjitetin veprës suaj, për t'i kthyer dinjitetin veprës të gjithë atyre që dhanë jetën për liri dhe demokraci, veprës të gjithë atyre që u terrënuan, u burgosën, veprës të gjithë atyre që nuk u gjindën dhe i varë. Ne duhet të japim hapësirë dhe dimensionin e dur të gjitha shtresave të shoqërisë që janë marginalizuar. Nuk kemi kurrë për dhunuar dhe persekutuar i palë tjetër, por kurse që të vazhdojmë të dhunohemi ne akoma. Prandaj atyre që patyrësisht marrin stafetën e demokracisë sot, ju bëj thirrje, strukuni në strofat tuaja. Nuk do ta marrni peng më të djathtën. Të djathtës do i dalin zot, burrat e gratë, që në fakt po fillojnë ta marrin stafetën. E djathta nuk do t'jetë peng e kulisave, por do t'jetë refleksion mbi të ardhmen. I përjetshëm qoftë kujtimi juaj, herojt e Shkodrës dhe gjithë Shqipërisë. Herojt që emri juaj e stampuar me germa të arta në historinë tonë kombëtare. Zoti e bekoft Shkodrën, familjarët e martirëve. Zoti i bekoft shqiptarët e Shqipërisë, të Kosovës, Maqedonisë, Çamërisë, Malizisë e kudo në botë.